Përshëndetje të gjithëve, unë jam Bleruni edhe sot kemë folë për temën evolucioni i kompjuterëve, një histori që fillon me pajisje masive elektronike dhe përfundon me sisteme inteligjente dhe portative të cilat ne i përdorim në ditët e sotme. Zhvillimi i kompjuterëve ndjek një trajektore të miniaturizimit të komponenteve fizike dhe rritjes së performancës. Kjo duke u bazuar në ligjin e Moorit, i cili parashikon dyfishimin e numrit të tranzistorëve brenda çipave çdo 2 vite. Ky dyfishim na jep kompjuter më të shpejtë, më të lirë dhe më të mirë. Pikë referente e këtij evolucioni është ENIAC në vitin 1946. ENIAC njihet si kompjuteri i parë për qëllime të përgjithshme. Ai funksiononte përmes tubave të vakumit. Tubat e vakumit janë komponente elektronike që bëjnë kontrollin e energjisë elektrike brenda një vakumi. Problemet e tij ishin se ai ishte jashtëzakonisht i madh, kishte një nxehtësi të madhe dhe kishte një konsum shumë të lartë të energjisë. Megjithatë, ENIAC kryente 5000 operacione në sekond, që ishte një arritje e jashtëzakonshme, por kishte një kufizim shumë të madh inxhinierik. Atij mungonte magazinimi i programeve. Programimi duhej të bëhej manualisht përmes lidhjes së kabllëve. Kalojmë në gjeneratën e dytë. Gjenerata e dytë shënohet me zëvendësimin e tubave të vakumit me tranzistor, të cilët janë komponente më efikase dhe shumë më të vogla, të cilët shërbejnë si ndërprerës elektronik. Zëvendësimi i tubave të vakumit me tranzistor solli 3 përfitime të mëdha. Kishin pajisje më të vogla, pajisje më të shpejta dhe më të besueshme, gjithashtu edhe një kosto shumë më të ulët të energjisë. Në këtë epokë kemi lindjen e koncepteve si ruajtja e programit në memorie, që e bëri programimin shumë efikas, gjithashtu edhe gjuha assembler, që zëvendësoi kodin binar me mnemonik tashmë të lexueshëm nga njeriu. Gjenerata e tretë prezantoi qarqet e integruara, apo integrated circuits. Qarqet e integruara janë qipa të vegjël në të cilën vendosen mijëra tranzistorë së bashku në një sipërfaqe shumë të vogël silikoni. Ky inovacion uli ndjeshëm koston e prodhimit dhe rriti drastikisht fuqinë e përpunimit. Në këtë gjenerat shohim lindjen e koncepteve si sistemet operative, të cilat bëjnë menaxhimin e memorjes të proceseve dhe të sistemeve input-output, gjithashtu edhe konceptin e multiprogramimit, ku disa programe mund të ekzekutoheshin në mënyrë efikase duke përdorur burime të CPU-s. Kompjuterët e asaj kohe, si PDP-11, ishin të përballueshëm dhe u përhapen në të gjitha universitetet dhe industrinë. Kemi kalimin në gjeneratën e 4 dhe të 5, gjenerata e ditëve të sotme. Ajo përkufizohet nga mikroprocesori si dhe nga përpunimi paralel. Mikroprocesori e bën përmbledhjen e të gjithë CPU-s në një çip të vetëm dhe kjo bëri të mundur shpikjen e kompjuterëve të sotëm personal. Pastaj kemi edhe përpunimin paralel të GPU-ve për përpunim grafik si dhe të akseleratorëve për inteligjencën artificiale. Epoka moderne jo vetëm që fokusohet për shpejtësinë e urës, por edhe në efikasitetin dhe aftësinë e përpunimit të dhënave në cloud, në mënyrë që pajisjet mobile të funksionojnë sa më mirë. Përfundimisht, evolucioni i kompjuterit fillon me pajisje masive elektronike dhe përfundon me pajisje inteligjente me sisteme portative të cilat ne i përdorim në ditët e sotme. Faleminderit.